Në punës policor kanë gjetur trupin e një mashkulli të vdekur në malin Bistra në largësi prej rreth gjysmë kilometra nga vendi ku prej para 4 ditësh u gjet një trup mashkulli në fazë të avancuar të dekompozimit. Informatën e konfirmuan edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme, prej nga shtojnë se menjëherë pas denoncimit të rreth orës 13:30, ekipet përkatëse janë dërguar në vendin e ngjarjes. Në opinion, zbulimi i 2 trupave lidhet me zhdukjen e 2 personave nga Shkupi, bab e bir të moshës 78 dhe 50 vjeçe nga Shkupi, të cilët kërkohen nga data 14 korrik që kur familja i denoncoi si të humbur. Ndryshe, në territorin e malit Bistra, policia bashkë me ekipet të tjera tashmë me 10 ditë po kontrollojnë për të gjetur 2 shkupian të humbur. Megjithatë, nga Ministria e Punëve të Brendshme ende nuk ka ndalur me konfirmim zyrtar nëse 2 trupat e pajet të gjetur në malin Bistra janë 2 shkupianët e humbur nga data 14 e këtij muaji. Më shumë informata për rastin në fjalë pritet të ketë gjatë ditëve në vijim pasi të bëjnë analizat e nevojshme dhe të dilet me raporte zyrtare nga ana e institucioneve kompetente. Ndryshe, tashmë 17 ditë po zgjat kërkimi për 2 personat e denoncuar si të humbur, bab e bir nga Shkupi, të cilët po bridhnin në malin Bistra. Në operacionin e kërkimit janë kyçur edhe ekipet nga Njësia për Operacione Speciale e Ministrisë së Punëve të Brendshme, oficerët e policisë lokale, ekipet nga Parku Kombëtar i Mavrovës dhe banorët e rrethit të cilët e njohin terrenin. Babai dhe i birit të moshës 78 dhe 50 vjeçe kanë qëndruar në shtëpizën e tyre në Lazaropole. Më datë 14 të këtij muaji ata janë nisur drejt pjesës malore për të mbledhur kërpudha. Gjatë ditës ata disa herë janë paraqitur familjes së tyre në telefon. Për herë të fundit ata janë dëgjuar atë natë rreth orës 22 kur e kanë njoftuar familjen se janë humbur në përmal. Familja më pas i ka denoncuar ngjarjen në polici, me që rast kanë filluar kërkimet. Ditëve të kaluara në aksionin e kërkimit kanë marrë pjesë helikopter dhe qenë nuhatës, por rezultati nuk ka qenë premtues për të rënë në gjurmët e të humburve, përderisa nuk dilet me konfirmim zyrtar.